Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi. Unë ju premtova që sot do t'jenë pak videot më amatore, por në asnjë mënyrë duke u larguar prej jush. Dua të flas pak për ngjarjen më të fundit që po ndodhen në jetën e Eglit. Egli në grupin e Instagramin e saj, do me thënë për të gjitha ato që nuk e din, Egli ka hapur një grup ku shpërndan informacione rreth projekteve të saj, rreth këngëve të saj, rreth fotografive, fotosesioneve, gjithçka që në fakt ka të bëjë me veprimtarinë e Eglit dhe kohën e fundit ka sjellur dy tituj këngësh. Njëra është Shuj dhe titullin tjetër do të shikonin fotografinë të cilën unë e kam ndarë për ju. Egli dy klipe po i përgatit. Dy klipe i ka gati, dy klipe do t'i sjellën më njëherë në afat kohor dhe është duke pyetur nga publiku, domethënë po merr mendim se me çfarë këngë të vi. Ta bëj të parën këtë këngën Shuj apo ndonjë këngë tjetër. Domethënë publiku është shumë entuziazëm për të ndjekur rrugtimin e Eglit, karrierën e Eglit, atë se çfarë Egli do sjellën dhe Egli dëshiron të merr mendimin e të gjithë juve. Në fakt më shumë e votuar është kënga Shuj Shuj që në fakt pritet që të vi me Fifin, i bie domethënë kënga që Egli mund të ketë bashkëpunim, atë këngën siç duket do ta sjellin të parën dhe do ta rikthejnë përsëri në skenë dhe do të jetë një klip shumë i bukur. Klipi i kësaj këngës siç duket nuk do të jetë i punuar në Shqipëri. Kemi arritur të kuptojmë që do të jetë i punuar jashtë, domethënë atë klip që ne kemi përfolur ka qenë klipi i këngës së parë që Egli nxori. Dua të marr mendimin tuaj. Çfarë mendoni ju dhe si mendoni ju se do të jetë klipi i radhës së Eglit?